Pas haxhit të lam të mirës. Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerët kanë shënuar zhvillimet rreth jetës dhe shëndetit të dërguarit alayhis salam pas haxhit të lam të mirës. Kur ai alayhis salam u kthye nga haxhi, ai u smur dhe sëmundja i keqësohej dita ditës. Me çdo fjalë që e fliste dhe me çdo shikim që e hidhte, ai i jepte lam të mirën botës. Kur ethet ju rënduan dhe ai ishte i sigurt për kalimin nga kjo botë në tjetrën, ai dëshiroi t'ju jepte lam të mirën njerëzve. Ai e lidhi kokën me fashë dhe urdhëroi El Fadl ibn Abbasin radhiyallahu anhu t'i thërriste njerëzit në xhami. I dërguari alayhis salam mbahej tek El Fadli derisa hipi në mimber. Pastaj e falenderoi dhe lavdëroi Allahun dhe pastaj tha: "O njerëz, në të vërtetë vdekja më është afruar. Ndoshta kur nuk do të më shihni përsëri në këtë gjendje në mesin tuaj. Vërtet, kujt ja kam rrahur me kamxhik shpinën, ja shpina ime, let hak merret. Kujt ja kam marr pasurinë, kjo është pasuria ime, le të marr prej saj. Kujt ja kam prekur nderin, janë nderi im, let hak merret. Askush nuk duhet të thotë se friksohem nga armiqësia. Armiqësia nuk është as rruga imja dhe as e karakterit tim. Më i dashur prej jush tek unë është ai që e merr të drejtën e tij, që e ka tek unë ose më fal, kështu që Allahun ta takoj pa i bërë padrejtësi askujt." Pastaj dërguari alayhis salam zbriti nga mimberi dhe shkoi në shtëpinë e tij. Më vonë sëmundja filloi të rëndonte më shumë. Megjithatë, ai bënte ballë dhe dilte për t'u prirë njerëzve në namaz. Kjo vazhdoi derisa ai doli dhe u fali namazin e akşamit. Pastaj shkoi në shtëpi. Atëherë sëmundja e goditi më shumë dhe atij i përgatitën një shtrat që të shtrihej. Derisa ishte në shtratin e sëmundjes, temperatura ju rrit dhe u dobësua edhe më tepër nga sëmundja që i parapriu vdekjes së tij. Njerëzit u mlodhën për namazin e yacisë dhe pritën për imamin e tyre që t'u printe në namaz. Fatkeqësisht, sëmundja e dobësoi të dërguarin alayhis salam aq shumë, saqë kur përpiqej të ngrihej nga shtrati nuk kishte mundësi. Derisa ai përpiqej të ngrihej, disa njerëz thirrën: "Namazi, namazi." I dërguari alayhis salam i pyeti ata për rreth: "A janë falur njerëzit?" Ata u përgjigjen: "Jo, i dërguari Allahut, ata po të presin ty." I dërguari alayhis salam mendonte të printe në namaz, mirë po sëmundja e pengonte të ngrihej. Ai u tha: "Më hidhni ca ujë në këtë enë të madhe." Ata e bën atë që e kërkoi dhe pastaj hodhën ujë të ftohtë mbi kokë. Kur trupi i tij u freskua dhe ndjeu pak forcë, ai u bëri me dorë që të ndaleshin. Ai u mbështet në dorën e tij në përpjekje për t'u ngritur. Mirë po ra pa vetëdije. Ai mbeti në atë gjendje për një kohë. Kur i erdhi vetëdija, pyeti: "A janë falur njerëzit?" Ata u përgjigjen: "Jo, i dërguari Allahut, ata po të presin." Ai përsëri u tha që të përgatisnin ca ujë për të, me të cilin u freskua duke hedhur mbi trup. Ai u përpoq të ngrihej, mirë po përsëri humbi vetëdijen. Kur u zgjua, u përpoq përsëri, mirë po forca e tij e tradhtoi përsëri. Familja e tij e shikonte. Zemrat e tyre ishin të mbushura me pikëllim ndërsa syt u lotonin. Ndërkohë njerëzit ende po prisnin për të në xhami. Ai mbeti pa vetëdije për një kohë dhe kur u zgjua pyeti nëse njerëzit ishin falur. Ai mendoi për gjendjen e tij. Sëmundja vërtet e kishte dobësuar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Trupi i bekuar, i cili e mbështeti fen dhe luftoi për Zotin e botëve. Trupi që shijoi ëmbëlsinë e adhurimit. Trupi i cili ënti këmbët për shkak të qëndrimit të gjatë në namaz, për shkak të orëve të gjata të qëndrimit në namaz, me sytë përlotur nga frika ndaj Allahut të gjithëmëshirshmit. Ai ishte përballur me tortura, betejë dhe uri në rrugë të Allahut. Kur i dërguari alayhis salam e kuptoi ashpërsinë e sëmundjes së tij dhe dobësinë e tij, ai u tha: "Thuaj Ebu Bekrit t'u pri në namaz." Kështu, Bilal i bëri ikamet dhe Ebu Bekri lëvizi te vendi i faljes së të dërguarit alayhis salam për t'u prirë njerëzve në namaz. Njerëzit pothuajse nuk mund ta dëgjonin leximin e Kuranit për shkak të të qarit dhe pikëllimit të tij.
namazi i jacis u fal në këtë mënyrë. Për namazin e sabahut njerëzit u mlodhen në xhami dhe Ebu Bekri përsëri u priu në namaz. Njerëzit mblidheshin për çdo namaz dhe Ebu Bekri vazhdonte të printe. Kur erdhi koha për namazin e drekës ose të ikindis, të hënën, i dërguari alayhis salam ndjeu pak forcë në trupin e tij. Kështu ai e thiri Abbasin dhe Aliun dhe u mbështet në ta. Ai doli i mbështetur në ta dhe këmbët i të rihte zvarr. Ai e ngriti perden midis shtëpisë së tij dhe xhamisë dhe i pa se namazi tashmë kishte filluar. Ai pa shokët e tij duke qëndruar në namaz në sapa dhe i shikoi fytyrat e tyre të bekuara dhe trupat e pastër. Shumica prej tyre kishin marrë lëndime në rrugt të Allahut. Disa prej tyre u shiheshin gjurmët e plagme në trup. Ai u fal shumë me këta njerëz fisnik. Luftoi për krah tyre dhe kaloi kohë me ta. Shumë herë ai u priu në namaz të natës dhe kur agjeronte, ata agjeronin bashkë me të. Në shumë raste, ata i përballonin me durim fatkeqësitë që i godisnin dhe luteshin me sinqeritet bashkë me të. Në shumë raste, ata duruan ndarjen nga familjet e tyre dhe vëllezërit e tyre për të mbështetur fenë. Ata i braktisnin të dashurit e tyre dhe shtëpitë e tyre. Midis besimtarëve ka të atill që e kanë mbajtur beslidhjen me Allahun. Disa prej tyre kanë vdekur, kurse të tjerët presin pa ndryshuar asgjë nga besnikëria e tyre. Mirpo, sot do të ndahej prej tyre për të shkuar në vendbanimin, të cilin ja donte shpirti i tij. Kur i pa në namazin e tyre, ai buzëqeshi aq shumë sa që fytyra i dukej si gjysma e hënës. Pastaj e uli perden dhe u kthye në shtrat. Pas këtij momenti, dhimbjet e vdekjes filluan ta mundonin. Aisha radhiyallahu anha ka thënë: "E pash të dërguarin alayhis salam derisa po vdiste. Ai kishte pranë tij një enë me ujë. E fuste dorën brenda enës dhe e fshinte fytyrën me ujë dhe pastaj thoshte: Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Vërtet vdekja i ka agonitë e saj." Ajo tregon, patimi e filloi të qante dhe tha: "O pikëllimi im, o baba im." Ai tha: "Prej sot, baba yt nuk do të ketë dhimbje." Aisha thot: "Kështu fillova të fshija fytyrën dhe të lutesha për shërimin e tij përderisa ai thoshte: Jo, e lut Allahun për shoqërinë e lartë me Xhibrilin, Mikailin dhe Israfilin." Atëherë dhimbjet e vdekjes u shtuan dhe ai filloi të përsëriste fjalët duke i dhënë lam të mirë dynjas. Fjalët e fundit të dërguarit alayhis salam ishin: "Namazi, namazi dhe ata të cilët janë në posedimin tuaj." Pastaj ai vdiq. Në të vërtetë, lideri i pejgamberëve, imami të devotshmëve dhe i dashuri i Zotit të botëve kishte vdekur. Askush nuk e kërkoi të drejtën e tij tek ai. Me që nuk kishte ndonjë njeri që e kishte lënduar me dorë ose me fjalë, ai alayhis salam nuk i kishte marrë pasurinë askujt. Nuk e kishte përgojuar askënd dhe as nuk kishte mëkatuar. Tërjetën i ftoi njerëzit tek Allahu me shpresë të arritjes së faljes së Zotit të tij. Ftonte në namaz, në adhurim të gjithëmëshirshmit dhe në ndalim nga shoqërimi i partnerëve në adhurim ndaj tij. Allahu i lartësuar ka thënë: "Tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. Atij i vjen rënd për gjunahet që bëni ju. Ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët." Ngjashëm, edhe njerëzit e devotshëm pas tij i përgatiteshin për vdekjen, duke i shtuar veprat e tyre të mira dhe duke garuar gjëra që i afrojnë tek Allahu. Përkundër veprave të tyre të shumta dhe sjelljes së tyre të shkëlqyer, nëse u vinte vdekja papritmas, ata shpresën e kishin në mëshirën dhe faljen e Zotit të tyre. Ata nuk mbështeteshin vetëm në veprat e tyre,